Megjithse ngjarja e vrasjes së Mendukur Dedës këtu në Kodër Shupal në vitin 2017 u konsiderua e zbardhur nga ana e strukturave ligjzbatuese dhe me identifikimin e autorëve dhe arrestimin sipas policisë të organizatorës Marieta Karaj, çështja është ende në shkallën e parë të gjykimit, pasi gjykata e apelit ka vendosur ta rikthejë për rigjykim çështjen, ndërsa Marieta Karaj është liruar me arrest shtëpie, ndërsa personi ndihmësi është në burg, ndërsa djali i Marieta Karajt vijon të jetë në kërkim. Pas krave të mi është vendi ku është sjell me forcë dhe më pas është djegur Mendukur Deda në maj të vitit 2017, një ngjarje e cila bëri bujë atë kohë. Policia për 4 vite nuk arriti ta identifikonte viktimën, megjithse, siç do të mësoni në këtë emision, ka qenë djali i viktimës Mendukur Dedës, ai i cili ka denoncuar në polici që në momentet e para këtë ngjarje të rëndë, ngjarje të cilën ai e ka raportuar babain si të zhdukur dhe ka kërkuar që të bëhen përpjekje për identifikimin e tij. Në këtë intervistë që do ndiqni në emisionin Unico, do kuptoni se si ai ka dhënë dhe emra personash të dyshuar me të cilët babai kishte probleme. Një ndër ta ishte Marieta Karaj, person për cilin Mendukur Deda kishte folur me të birin për një problematikë që kishte ndodhur për shkak të shoqatës. Një ngjarje e cila nuk u zbardh. U bën analizat ADN-s dhe doli që trupi nuk ishte i Mendukur Dedës, megjithse u ofrua profili ADN-s krahasuese. Një skandal i madh në Shqipëri për krahasimin e ADN-s. U desht dëshmia e Faik Stojnës, një personazh i njohur i Marieta Karajt, me cilin kishte patur edhe një marrëdhënie dashurie dhe i cili e kishte përndjekur Marieta Karajn, i cili ka rrëfyer në polici se viktima e Kodër Shupalit ishte Mendukur Deda dhe se ishte vrarë nga djali i Marieta Karajt, një person tjetër dhe me porosi të Marieta Karajt. Jemi në këtë intervistë me Marenglen Kurdedën, djalin e Mendukur Dedës. Përshëndetje. Atëherë do doja fillimisht t'ju shpreh ngushëllimet për humbjen e babait. Faleminderit. Dhe t'ju bëja disa pyetje në lidhje me një krim monstruos që ka ndodhur ndaj babait tuaj në vitin 2017. Do doja t'ju pyesja fillimisht cilat kanë qenë marrëdhëniet tuaja me babain Mendukur Deda gjatë vitit 2017. Gjatë vitit 2017 nuk është se kemi pas shumë afrimitet për arsyet tona familjare. Po gjithsesi kontaktoheshim me një tjetrin, po jo të përditshme. Kontaktet. Okej. Me çfarë merrej babai juaj në atë periudhë, në vitin 2017? Në atë periudhë kishte hap një shoqat jo fitim plus. Ishit në dieni ju të kësaj shoqate? Po, isha në dieni. Të plot jo, po 80% po. Kush nga familjarët e Mendukur Dedës e konstatoi pari se ai ishte zhdukur, nuk po kontaktonte më me njeri? Ju kujtohet në cilën datë ndodhi kjo? Kjo ka ndodhur një ditë pasi ai është zhdukur. Më ka kontaktuar Xha im sepse ai kishte kontakte të përditshme me atë dhe më ka thënë që nuk po lidhen dot me vllain e vet, domethënë me babain tim. Po ju kur e keni pas telefonatën apo kontaktin e fundit me babain tuaj? Ju kujtohet? Se mbaj më në saksi, po edhe para një jave, para 10 ditësh. Kush ka shkuar në polici për të mësuar zhdukjen? Po, prita një 3-4 ditë me thënë drejtën, sepse nuk është se ishte herë e parë, ai e kishte bërë dhe herë tjera, ai humbiste kontaktet 3-4 ditë, 2 ditë, 5 ditë, për punët e veta, dilte jashtë, e kupton? Okej. Nuk i di arsyet e veta, po kishte ndodhur herë tjera dhe prita një 3-4 ditë, se mendova thash si herë të tjera do marri vetë telefon. E pash që nuk po e gjeja gjykundi dhe jam drejtuar te drejtoria e policisë dhe kam bërë denoncime. Me datën 16 maj 2017, policia e Tiranës njoftoi se një bari i zonës ka gjetur në zonën e Kodër Shupalit, në periferi të kryeqytetit, kufomin e një personi të djegur. Si e morët vesh ju këtë lajm dhe a dyshuat në ndonjë moment se kufoma e Kodër Shupalit mund të ishte babai juaj? Unë e kam parë lajmin, nuk dyshova në asnjë moment, por të nesmen më kanë marrë nga drejtoria e policisë
Atë kohë ishte një shoku im aty, që ishte inspektor krimësh të rënda dhe mori telefon sepse tek ai e kisha bërë denoncimin dhe më tha hajde të shikosh. S'kishe çfarë shikoja aty se 5 kocka ishin, po të shikosh një trup që është gjetur në filan vend. Vajta e pash dhe ndjesia e parë ishte që si djalë që jam, i një prindi, ndjesia e parë ishte që ishte ai. Ja shpret këtë ndjesë policisë? Po, patjetër. Më pas më kërkuan dhe ata, kërkova dhe unë të bënim një test ADN-je që të ishim të sigurt që ishte, të shikoja dyshimet e mia ishin të vërteta apo ishin të gabuara. E bët këtë test ADN-je? Po, e bërë. E bëra dhe unë edhe vllai. Pra ndryshe nga sa na është prezantuar në media, familja Kurdeda, ju si djalë, por dhe vllai Mendus, jeni interesuar shpejt për ngjarjen. Nuk është se është lënë nga ana juaj me vite, me muaj pa u interesuar për ngjarjen. Po, jema nuk e di unë çfarë është, po unë po të them ditën që është gjetur ajo, kam qenë të nesme në aty se më kanë thirrë vetë. Se po të mos më thirrin nuk do veja, se nuk më shkonte në mendje fare që mund të kishte ndodhur diçka e tillë. Mareglen, nëse ju kujtohet se kanë kaluar disa vite, nga dita e zhdukjes deri në ditën e gjetjes kufomës, sa ditë është diferenca me njëra tjetrën? Te një javë, besoj. A është kryer ky ekspertim biologjik krahasuesi ADN-s me mbetje trupore të kufomës gjetur në Kodër Shupal dhe cila ishte përgjigjja që ju dha dhe pas sa kohësh? Përgjigjja është dhënë rreth pas 3 muajsh, edhe përgjigjja ishte negative. Jo, s'kishim lidhje fare unë me personin, as unë as vllai im. Gjatë kësaj periudhe 3 mujore, i keni dhënë policisë ndonjë dyshim, ndonjë të dhënë rreth personave me të cilët mund të kishte patur probleme babai juaj dhe a është nga këta persona i përfshirë dhe shtetasja Marieta Karaj? Po, është i përfshirë. Okay. Sepse dikur më kishte thënë babai që ka pasur një përndjekje nga ana e saj, po unë s'e kisha marrë seriozisht se duke menduar grua, duke menduar punonin bashkë, nuk e mora seriozisht. Por si emri ja keni dhënë policisë në atë kohë? Po ja kam dhënë. Kur ju erdhi përgjigja, u qetësuat, menduat se ndjesia juaj ishte gabuar, çfarë përjetuat momentin kur ju ka ardhur një përgjigje që s'kishte lidhje fare kufoma Kodër Shupalit me babain tuaj? Normalisht u gëzova, por prap nuk është se u qetësova sepse nuk është se e kisha gjetur, kishin kaluar muaj. Edhe e dija që diçka i kishte ndodhur. Por impakti i parë ishte gëzimi, e kupton, se duke besuar që këto janë të pagabueshme dhe siç më tha atje bile i pyeta, por sa përqind është saksia e këtij testi ADN-je dhe më thanë 100%, shkenca nuk gabon. Dhe kjo më qetësoi disi, por unë gjithsesi nuk u qetësova, vazhdova ta kërkoja sepse ishte i humbur. Minimumi ishte i humbur. Pa e ditur që është ai. Çfarë informacionesh ju? Vinti ndonjë informacion gjatë kësaj periudhe për vendodhjen e babait tuaj ose çfarë mund t'i kishte ndodhur babait tuaj? Fjalë poshtë lart s'më vinin, një kemi parë këtu, jo kemi parë atje, unë e kam kërkuar dhe jashtë shtetit, edhe në Kanada e kam kërkuar, ku nuk e kam kërkuar, por nuk po gjeja dot, derisa një moment e kuptova që ishin mashtrime, dikush i përhapte, nuk e dikush, por vinin fjalë të tilla. Ka qenë një rreth i ngushtë njerëzish që keni dyshuar se mund të jenë të përfshirë në ndonjë gjë që mund t'i ketë shkaktuar humbjen apo zhdukjen në babait tuaj? Shiko, unë nuk mund të dyshoja për vrasjes në momentin që nuk kisha një person të identifikuar që është babai im dhe është i vdekur. Unë thjesht jepja dyshimet për personat që ai kishte kontakte gjatë viteve të fundit, e kupton? Nëse thosha shoqëruar me këtë shoqëruar më shumë, me këtë shoqëruar më pak, duke i kisha thënë të më vënë dhe mua në përgjigje të më shikojnë se mbas se jam çmendur dhe unë në ditë dhe mund të kem bërë në gjë dhe se mbaj mend, të bëjnë punën e vet me pak fjalë të jetojnë sepse kaluan muaj, edhe unë isha duke kërkuar në polici, të kërkoja të gjej, nuk kërkoja që të më gjenin kush ishte vrasi. Doja të gjeja ishte gjallë. Edhe s'kisha si të vëja, si të akuzoja njëri për vrasje pa gjetur kufomën. A kishte pas probleme me ndonjë person sipas dijenisë tuaj në atë periudhë, babai juaj që mund t'i rrezikonin jetën? Jo, fare. Asnjë problem. Fare, ka qenë natyrë e qetë, nuk kishte lidhje fare me këtë problem. Ne ju drejtuam pastaj gjykatës apelit. Çfarë keni pretenduar në gjykatën e apelit? Në radhë parë në gjykatë apelit një proces jo rregull ligjor. Në radhë dytë kemi pretenduar që dëshmitarët e thirrur nga mbrojtja nuk janë thirrur që të gjithë. Sepse duhet ta cilësoj më të madhe në një shtetas si Faik Stojna, në deklarimin që ka dhënë në Prokurorinë e Tiranës, përballë oficer vetë policisë gjyqësore, thotë unë jam njoftuar thotë nga djali i Marieta Karajt, Besmi Karaj, dhe nga Marieta Karaj, për vrasjen e
Mendu Kurdec. Por kur ndodh? Faik Stojna, sipas dokumentacioneve, ka pasur një lidhje me Marieta Karajin. Dhe pasi janë prish, ai e ka përndjek. Lidhje jashtëmarrëdhësore. Dhe e ka përndjekur. E ka denoncuar Marieta Karaj, është arrestuar Faik Stojna, është dënuar për veprën penale të përndjekjes, dhe fill pas kësaj, ai ka arritur që t'jap një kallëzim penal ose një informacion në lidhje me këtë ngjarje, por pa qenë dëshmitar okular, vetëm dëshmitar që ka mësua në për lokale dhe në për rrugicat e Tiranës. Dhe midis tjerësh në deklarimin e tij, Faik Stojna thotë, unë thot jam paraqit në komisatin e policisë numër 1. Kam takuar një oficer të policisë kriminale. Oficeri i policisë kriminale më ka dërguar tek shefi i policisë kriminale të komisatit numër 1 dhe i kam treguar ngjarjen. Dhe nuk më ka thirrë, thot, njëri që nga e ditë deri sot. Shton në deklarim që unë kam njoftuar dhe disa miq të mi të shërbimit informativ kombëtar për ngjarjen dhe nuk më ka thirrë asnjë njeri. Normalisht, shërbimi informativ kombëtar, nëse zotëria i ka njoftuar, ata duhet kishin njoftuar më njëherë policinë e shtetit edhe prokurorinë e rrethit. Edhe drejtuesit e komisatit numër 1, nëse janë kontaktuar nga Faik Stojna, edhe këta kanë patur detyrim ligjor për të njoftuar policinë e shtetit. Por as shërbimi informativ, as policia komisatit numër 1 nuk e kanë vënë lëvizje kallëzimin, informacionin që Faik Stojna ka dërguar sipas deklarimit të Faikut të dhënë përpara oficerëve të policisë gjyqësore. Mekanizmi është vënë në fill pasi ka dhënë një kallëzim penal Gazmin Gota dhe ka treguar skemën sipas tij që unë bashkë me Besmir Karajin kemi kryer të veprim, në atë moment është vënë në çfarë lidh klientën tuaj kryesore Marieta Karaj me këtë ngjarje? Marieta Karaj pretendon se ka qenë sekretare një shoqate për këta policë të vrarë dhe Kurdeta ka qenë sekretar, kanë bashkëpunuar. Diçka gjë tillë, kanë pas domethënë ka punuar bashkërisht në një shoqat, janë marrë me aktivitete dhe kjo pretendon se diçka nuk ka shkuar dhe domosdo dokumentacioni dhe informacionet nuk janë provuar akoma deri sot, po e kanë dërguar policinë e shtetit dhe prokurorinë për t'ju thothuar hetimeve dhe për të arritur në një konkluzion kryesor. Ku me vrasin, çfarë? Cilat janë pretendimet e saj? Tani, në gjitha letrat që ka dosja voluminoze e shtetases Marieta Karaj dhe Besmir Karaj, ka vetëm një fjali, sipas prokurorisë, që Marieta Karaj i ka thënë djalit vet Besmirit që ma merrni më nduhin, ma hiqni qafet se nuk i bje kujt ndërmend për të. I vetmi fakt dhe vetmi aprovë kjo ndodhet në dosje. Ligji dhe kodi i procedurës penale, fjala dhe mendimi i çdo qytetari nuk përbën vepër penale. Edhe unë sot mund të shprehem për një qytetar të thjeshtë, që thonë ma hek qafet, s'do t'ja shoh syt fare ma, se si bje kujt ndërmend. Dhe për këtë duhet arrestohet. Si deklaron veten Marieta Karaj? Marieta totalisht pafajshme. Po Besmir Karaj? Besmir Karaj është në arrati, sipas komunikimeve që kemi patur, dhe ai nuk e pranon një fakt tillë. Që kanë marrë pjesë në që kanë marrë pjesë. Por ajo çka është më kryesorja, momentin që Gazmin Gota është arrestuar nga policia e Tiranës dhe Marieta Karaj, janë realizuar dhe metodat e përgjimit ambiental. Dhe në mënyrë kategorike në asnjë rrjedhë në transkriptime nuk del që mund të jetë e implikuar Marieta apo djali i saj. Atëherë, fatikisht një ngjarje që ka marrë vëmendjen e madhe, ishte rasti i Mendu Kurdedës, që për fatin e ditë të keq ka humbur jetën në një mënyrë jo dinjitoze, le të themi. Pasi ngjarjet kriminale gjithmonë janë prezente dhe gjithmonë ka qenë prezente. Megjithatë, pasi janë bërë disa vite hetime, ka pasur persona të dyshuar, ndër cilës është arrestuar edhe si bashkëpunëtor vrasje dhe Gazmin Gota.
Normalisht që momentet e para, edhe nga mënyra si është përcjellë në opinionin publik informacioni, ishte e dukshme që nuk kishim bënë me një bashkëpunëtor kuptimin klasik, por kemi të bëjmë me një përfshirje në mënyrë indirekte të një personi, një veprimtari kriminale. Edhe rasti I Gazmirit nuk më përjashtim. Faktikisht, në gjykimin shkallë parë, ai është dënuar me 22 vite burgim, 20 vite burgim dhe për një akuzë shumë të rëndë që parashikon deri në burgim përjetshëm. Dhe sipas ndryshimeve që janë bërë në 2017 dhe vendimet e gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese, është një nga veprat penale që ndalohet gjykimi me gjykim të shkurtuar. Megjithatë, gjatë proceseve janë pyet disa dëshmitarë, kanë dhënë disa gjëra që janë pabesueshme në kuptimin se si mund të ketë ndodhur një ngjarje, sepse normalisht dëshmitarët duhet të përcjellin ato fakte që kanë përjetuar, që kanë parë dhe tregojnë për mënyrën se si ka ndodhur një fakt. Te rasti I Gazmirit është pak më ndryshe. Nga ka rezultuar që gjatë hetimit të çështjes, ai është përfshirë, ka qenë natën e ngjarjes në një tavolinë me disa persona të tjerë, ndër të tjerë ka qenë dhe I bashkëpandehuri Besmir Karaj, ku pasi ka konsumuar një sasi të lartë alkooli, sikurse shpjegon edhe vetë Gazmiri në deklarimet e tij, është larguar për të marrë disa cigare. Më vonë, pas disa minutash që për shkak të gjendjes dheur, Besmiri, le të themi, I ka rënë nga mbrapa për të marrë se çfarë ndodhi me personin që sapo kishin konsumuar darkën deri vonë me pije alkolike. Megjithatë, pasi ka takuar pas 10 minuta që kërkonte, ka kërkuar për një tabakinë për bler cigare. Rrugës aty ka takuar viktimën me ndukur deda. Ku menjëherë Gazmiri nuk ka qenë fare interesuar, nuk kishte asnjë lloj dienie se çfarë përfaqëson në raport me Besmirin apo me Marietën, që ishte emra e Besmirit, dhe ka vijuar normalisht qëndrimin e tij në automjet, ku Besmiri ka ndaluar mjetin, ka dalë, ka dhunuar atë dhe mandej e ka marrë me vete pasi ishin në gjendje të rënduar për shkak të vdekjes, të rënd që ishte edhe vetë viktima. Me këto rrethana ka ndodhur ngjarje, janë larguar drejt një zone ku ka kërkuar që t'i merrte parat, pra Besmiri ka kërkuar që të merrte parat që I kishte borxh temës të Marietës, dhe pasi e kanë takuar dhe fillimisht Marietën, kanë zhvilluar një bashkëbisedim aty ku le të themi kanë qenë disa fyre në drejtim të viktimës. Gazmingova ka patur, cili është perëndimi I tij? Ka patur me dëshirë në këtë gjithë? Ka qenë, pra, jo pa qëllim, edhe ligji justifikon ato raste që të përjashton edhe nga përgjegjësia penale kur ti je në gjendje të intoksikuar. Pra është një person I cili ka qenë në gjendje të dheur, që fakti I cili është provuar dhe është I pretenduar edhe nga gjitha rrethanat e tjera që del. Ku del kjo në drejt kësaj pyetje? Ai nuk ka pas asnjë motiv mbrasje. Nuk është se kishte një njohje të mëparshme me viktimën edhe kishte një motiv që ta detyronte të përfshihte një ngjarje kaq të rëndë. I vetmi implikim I tij është se ka qenë shok I Besmirit. Dhe përfshirja me mosveprime në raste konkrete, po edhe 2-3 veprime që ti shpjegoj pak më vonë, kush janë ato 2-3 veprime që ka bërë Gazmiri, për cilat janë të pohuara edhe nga ana jonë si mbrojtësa ligjor ti, referohen pikërisht një fakti që ka shkuar natën e ngjarjes, janë larguar në drejtim të rrethinave të Tiranës. Jo, përpara asaj ka ndaluar një karburant, që është e vërteta, dhe Besmiri ka thënë që ma mbush se më duhet pa karburant për makinën. Ky ishte pretendimi që thot Gazmiri. Edhe thot meqense unë isha në pjesën e pasagjerit, duke pas parasysh që edhe vendi I furnizimit të një automjeti është në pjesën e pasme ke pasagjerit, thot unë kam dhënë bidonin, 2 bidona të vegjël që ti kishte për automjetin siç ka kërkuar Besmiri, dhe thotë I kam dhënë edhe lekët. Kaq që thotë ishte përfshirë ime. Mandej për shkak të vdekjes kur kanë shkuar në një vend kodrinor, aty e ka dhunuar viktimën, nuk ka pas absolutisht nevojën e ndihmës Gazmirit sepse ishte edhe për nga fiziku viktima. Besmiri, që gjithë kohës është Besmiri përfshirë, sepse Besmiri që kishte interesin e drejt për drejt kishte një motiv, le të themi, kishte një arsye, kishte një shkak që kishte provokuar më përpara, kishte një konflikt I pretenduar për marrëdhënie financiare me nënën e tij. E megjithatë, për shkak të fizikut të vogël që kishte,
trup vogël i imët në ndukur dhe i ndjeri që nuk e ndjesë se familjarë që i përmendën disa detaje që nuk janë fortishme. Megjithatë janë rreth anave që në kuptimin penal ka rëndësi për zgjidhjen e çështjes edhe, si thon, shkuarën të drejtës në vend. Po edhe për shkak të dejes të intoksikuar që ishte edhe vetë viktime që pohohet nga deklarimet e palëve tjera, nuk e ka pas nevojshme absolutisht ndihmën e Gazmirit. Dhe gjitha veprimet Gazmiri i pohon dhe i pretendon se unë thjesht kam qenë pjesëmarrës aty, kam net, kam parë. Po që të kem bërë thot veprime aktive thot në drejtim të viktimës thot nuk e pranon. A i njihit ju drejt për drejt ose torthorazi, shtetasen Marieta Karaj dhe Faik Stojna, nëse po në çfarë rrethanash? Faik Stojna as e një, kurse Marietën ma kishte përmend babai 3 herë në tavolinë në muhabet e sipër që punojnë bashkë, kaq, deri këtu, po nuk se e kisha takuar në një. Vetëm se punonin bashkë, po për shqetësimet, për ndjekjen, çfarë ju kishte përshkruar në mënyrë pak më detajuar? Po kaq më kishte thënë që kemi probleme te puna, sepse ai ishte kryetari i shoqatës, kjo kishte qenë nën kryetare. Po? Dhe nuk e di për një shkarkim nga ana e atij, e kishte shkarkuar edhe kishte zëvendësuar me një tjetër dhe më thoshte do të më marrë shoqatën, kaq, e kupton, po prap unë nuk i jepja kaq shumë, se thosha muhabet e punës nuk i jepja rëndësi, nuk e kushtoja kaq shumë vëmendje, se thosha nuk ma merrte mendje të shkonte deri këtu, e kupton. Si shkoi aty jo 10.000 euro borxh, jo ashtu, minimumi do më kishin kontaktuar mua. E zëm se babai tim nuk i kishte marrë lek borxh dhe nuk ja jepte, nuk do vinin të takonin një djalë tjetër apo ka 4 djema ai nuk ka një. E besoni ju këtë fakt që menduja ti kishte marrë asaj 10 milion lek të vjetra borxh? Po jo, nuk e besoj fare në momentin që mua nuk ka ardhur njëri të më thotë, "Ore babai jot ka bërë këtë veprim." Edhe shiko të ma zgjidhësh, a do e zgjidhja apo nuk do e zgjidhja është punë tjetër ajo. Po në momentin që mua nuk më kontakton asnjë të më thotë që diçka e tillë ka ndodhur, unë s'kam si ta besoj fare këtë. Gjatë viteve 2017-2021, a jeni përpjekur ju personalisht apo ndonjë pjesëtar i familjes së Mendukur Dedës për të kontaktuar me Marieta Karajin për fatin e babait tuaj? Jo, fare. Nuk keni. Se keni bërë se se keni parë nevojshme? Jo, kanë dashur edhe pjesëtar të familjes time të shkojnë të atakojnë, po nuk i kam lënë unë. Sepse doja që në radhë parë të gjej babain, pastaj të kaloja në këtë pjesë. Cili është qëndrimi Marieta Karajt për deklarimet e Gazmir Ngodës dhe Faik Stojnës në raport me akuzat që i kanë bërë Faik Stojna si dëshmitar i tërthor dhe Gazmir Ngodha si person kryesor i bashkëfajsuar si pjesëmarrës në vrasje? Tani, Marieta, të jemi sinqert, ajo Gazmir Ngodha nuk e njeh fare. Gazmir Ngodha, sipas dokumentacionit që ndodhet në dosje, është një shok lagje me të birin. Dhe nuk është kusht që nana se baba, prindi, të njohin gjithë shok dhe miq të djalit apo të vajzës. Dhe ajo çfarë ka mësuar në policitë shtetit për ngjarjen dhe veprimet sipas Gazmir Ngodës për Besmirin. Por Marieta, në mënyrë kategorike, nuk mund të gjesh një rresht që është e implikuar përveç se deklarimet e Faik Stojnës. Por këto janë marrë sepse ka pas një lidhje jashtë martesore sipas dokumentacionit të prokurisë dhe pasi janë prish, e ka përndjek, e ka denoncuar, është arrestuar, është dënuar dhe ka për t'i marrë hak, ka shkuar në polici dhe ka bërë një kallëzim. Po konfliktet e saj me Mendukur Dedën të evidentuar dhe në një kallëzim në vitin 2015, i kishte zgjidhur, cilat janë pretendimet? Janë brenda shoqatës dhe ato janë zgjidhur brenda shoqatës. Kemi 2 versione të ndryshme, një të Faik Stojnës, i cili është një dëshmitar kryesor në këtë histori, dëshmitari tërthor, paktën siç det, i cili thotë mua Marieta dhe Besmiri më ka përfyer se zjarrin ja ka vendosur, ja ka vendosur Gazmir Ngodha, ndërsa Gazmir Ngodha i cili thotë që zjarrin dhe veprimet aktive i ka bërë Besmir Karaj. Tani cila është e vërteta e klientit tuaj? Gjitha bisedat, derisa po ka dalë në pa Gazmiri, janë gjitha të famuna, nuk janë që i ka pa me sy kush. Dhe si të shoh puna një dëshmitar popular, pa vlen,
automatikisht ma shumë se çdo person tjetër. Unë du të them që ai Vojstani ta bën me këta, sepse me çfarë janë marrë ata, pa i kanë hyrë. Ky po ta marrin tamam me aty që ka të shkruar dhe me aty që konceptojnë nesja, ky është viktim. Kush? Gazmiri është viktim e tyre, sepse Gazmiri sa pa ishte këtu nga jashtë. Edhe dukej se në Shqipëri në një çudi e madhe, po të themi njerëzit që kanë ikën 90 nga Shqipëria, aty kanë ngel. Pra, siç është 90-ta, vinë në Shqipëri dhe habiten çfarë ka ndryshuar. Dhe njëjta gjë ishte edhe këtij Gazmiri. Ka shku jashtë, ka ndaj disa kohë është kthy. Kur është kthy veprimet e tija, janë alo ato të më përparshme. Dhe ky ka ra viktime një gotë rakie. Hajde, një gotë rakie. Qëllimi i tyre nuk kanë që ta përfshin Gazmirin, e kupton? Por Gazmiri, hajde, i pishëm ashtu duke pi, duke bën siç bëjnë shumë e qetë njerëzit, ka ra viktim e veprimeve të tyre. Por ai është penum sepse sapo ka ndodhur, dhe ti vetëm një gjë që ishte, që Gazmiri të shkonte vetë të deklaronte, Gazmiri do ishte sot personi i cili do ishte i lirë dhe nuk do kishte asnjë problem. Përse nuk e deklaroi gjithë? Këtë nuk e kuptoj ne pse nuk e ka bërë, sepse sapo e kanë ndalu, ai është ka dhënë gjitha versionet. Pra, çdo gjë që ka pas ide prokuroria, i përputhen me thanjet e Gazmirit. Kur u arrit të identifikoj baba juaj dhe si dhe kur e morët vesh që kufoma e gjetën kodër Shupali ishte e tij? Kur u bë testi ADN-s për herë të dytë, dërgova dhe xhaxhain tim që bëri prapë test ADN-ja nga fillimi dhe atëherë erdhi përgjigjja saktë. Domethënë kishte qenë gabuar ajo e herës parë. Çfarë përjetuat në atë moment? Pra, që ju kishit qenë që në moment e parë insistues për të dhënë informacion, për të kërkuar babain tuaj dhe ishte kryer kjo ekspertiza ADN-ja dhe ju kishte rezultuar e gabuar dhe vetëm pas 4 vitesh, thuaj se 4 vitesh është provuar që kufoma kodër Shupalit ishte qenë babai juaj. Çfarë përjetova? Si ta shpjegoj? Se dhe personalisht në anë private u kam kërkuar që ta bëj testin sepse dyshoja, thosha se aq e fortë ishte ndjesia ime që mund të ishte ai sa thosha e mund edhe testin, e kupton? Edhe i thosha, të vemi ta çojmë jashtë, eti ta çoj personalisht, ta bëj dhe një ADN-n. Dhe ma refuzonin gjithmonë, thoshin jo, nuk ka shanse, kjo është puna jon, kemi bërë qindra, nuk është jeti i parë, as ti i fundit. Do të thënë edhe mirë më vinte, po edhe dyshime kisha. Pastaj kur për herë të dytë doli që ishte ai, e kuptoni vetë çfarë përjetova. Çfarë mendoni sot se duhet kishte bërë ndryshe policia, prokuroria për një zbardhje më të shpejtë të rastit edhe për vënien përpara përgjegjësisë të autorëve të kësaj ngjarje në kohën e duhur në atë periudhë? Tani me sa më thuaj mua më thuaj që po bëj nami. Po me sa tregoj situata, edhe si është situata tani, kjo do të thotë se s'kan bërë, nuk kanë bërë shumë kërkime, kanë pritur që të zbardhet vetë. Por nuk e di. Okay. Në Shqipëri jetojmë. Ne jemi shumë të trishtuar, të thëmë vërtetën, për ecurin që drejtësia rregullon. Nuk e di. Mbase trupa gjyqësore që ishte në shkallë të parë, që dha këtë vendim ekstrem, pa na dhënë mundësi ne për të mbrojtur, ishin përballë një presioni sepse s'kishin kaluar akoma proceset e vettingut dhe morën masa dënimi ekstreme, por për mendimin tim, trupa gjyqësore që ka marrë një vendim të tillë dhe gjykata Apeli Deprishi, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektorati i Lartë Drejtësisë duhet të mbajnë qendrim, sepse ti privosh të drejtën qytetarit për të mbrojtur, ti privosh të drejtën avokatit për të mbrojtur klientin, kjo besoj që nuk lejohet në asnjë hapësirë ligjore për cilën shteti jon demokratik funksionon. Gjithsesi, ne do presim vendimarrjen e gjykatës lartë, çfarë të shprehet, do t'i drejtohemi po gjykatës kushtetuese dhe pastaj do shohim ecurit. Unë në lidhje me shtetasen Marieta Karaj jam i bindur plotësisht, moralisht, proceduralisht se është një hakmarrje e FAIK-Stojnës ndaj shtetases
Marieta Karaj. Në lidhje me pozicionin procedurial të Besmir Karajt, të na jepet mundësia pas vendimarrjes së gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese për përcaktua pozicionin procedurial. Por dëshmitar okular të ngjarjes ne nuk kemi. Po kaloj dhe një shembull të shkurtër. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2017. Përse Gazmir Ngota mas 5 vitesh pas ka kërkuar që të bashkëpunojë me policinë e shtetit dhe t'jap një version të tillë. Nëse janë të vërteta Gazmir Ngota, pse s'ka kërkuar që të jetë bashkëpunëtori i drejtësisë, që të përfitojë nga statusi i bashkëpunëtorit, që të tregojnë realitetin dhe të vërtetën. Por pas 5 vitesh vjen dhe jep një kallëzim penal për një vepër të kryer 5 vite më parë. Çfarë aludoni në këtë rast? Ne aludojmë që kjo është një presion i brendshëm i Gazmir Ngotës ose i shtyr nga faktorët e jashtëm. Keni dieni për faktin që baba juaj e kishte denoncuar Marietën? Jo, e kam marrë vesh mbrapa. Po për çfarë e kishte denoncuar? Për ndjekje. Marieta përndiqte babain tuaj. Po. Se çuditërisht nga ana tjetër kemi një fajik stojna që përndjek Marietën. Sa i besueshëm është për ju motivi i borxhit për 10 milion lekësh të vjetra që pretendohet se babai juaj i kishte marrë Marieta Karaj dhe ky ka shërbyer si motiv për eliminimin e babait tuaj nga djali i Marietës dhe një bashkëpunëtor i tij, një shok i lagjes, Gazmir Ngota. Çfarë viti bëj fjalë? Për vitin 2017. Kur ja kishte marrë 2011-ën? Për lekët ne nuk e dim se kjo mbetet e paqartë 2011-2012 se një nga pretendimet e Faik Stojnës gjatë rrëfimit të tij për vrasjen, sepse Faik Stojna është personi i cili ka insistuar në polici në 2021 për të thënë që viktima Kodër Shupalit është Mendu Kurdeda. Ai thotë se Marieta Karaj e fajsonte Mendun, duke i thënë se për shkak të borxhit babait saj, Vlash Goreja, për shkak të borxhit që Menduja i kishte marrë Marietës, babai Marietës, Vlash Goreja, kishte vrarë të vëllan Artan Goreja në vitin 2011-2012. Si ju duket ky pretendim? Do me thënë që borxhi ka qenë para 2011-s, derisa ai ka bërë këtë veprim 2011-ën, apo jo? Në natën e ndrimit viteve të vitit 2011 është kryer goditja mes së pat dhe konfliktin familje. Pas 2-3 muajsh ka ndruar jetë vllai i Marietës në shtëpinë e Marietës. Po pra, dhe ta them me siguri këtë që në 2011-ën, as në 2012-ën, as në 2013-ën, babai tim nuk njeh fare me këtë person. E thoni me siguri të plot që nuk është njohur gjatë se periudhe me Marieta Karaj? I sigurt, 100%. Nuk njeh fare. Pra për ju bie ky pretendim? Po kjo është, nuk e di, din ata që e kanë thënë se çfarë do të thënë kjo, po kjo është kot në ajër fare. Ai kishte baba juaj blek borxh ndonjë personi ngjashëm si Marieta Karaj në këto pretendime? Jo. S'ka pas. A ka pas nevojë baba juaj ti merrte ndonjë lek borxh Marieta Karaj? Në periudhën që babai tim ka themeluar shoqatën, babai tim sheshit një pronton familjare rreth 300-350.000 euro. Edhe nëse ka dhënë lek borxh ka qenë babai tim, nuk ka marrë. S'ka pas nevojë për lek. 300-350.000 euro ka shit pronën. Po nuk e besoj që ky muhabet është për lek borxh. Se po ta përsëris edhe një herë, nëse do ishte për lek borxh minimumi, ajo e dinte shumë mirë që sa herë kishte probleme ai, do vinte ke unë. O do vinte të thoshte mua që e ka marrë, do më thoshte vet, ose do vinte ajo, sepse ajo mua më njihte si djalin e atij, e kupton, pavarësisht se nuk ishim takuar. I kishte fol Menduja për ju? Po patjetër mos ai si çdo princ që flet për djalin e vet, e kupton? Më njihte mua ajo si emër, do vinte minimumi, do merrte në telefon, do më thoshte ore kam të probleme me babain tënd. Nëse ajo pretendon që ai ka lek borxh. Pastaj edhe zëm se kur ti kishte lek borxh, për këto lek borxh shkohet në këtë situatë. Marieta Karaj deklarohet e pafaqshme, Besmir Karaj deklarohet i pafaqshëm. Vetë deklaron. Po. Sepse deklarimi i tyre Vetë deklarohet. Tani do të më paj çik edhe nga pikpamja e së drejtës, cilësia dhe besueshmëria e dëshmitarit. Shumë e rëndësishme dhe ne i rrim shumë këtyre fakteve. Atëherë, kemi një histori midis Marietës edhe Faikut. Një histori që pretendohet që ka nisi fjalë edhe nga hetimi del si fjalë që kam patur një marrëdhënie ndërpersonale dhe mandej kjo është ndërruar edhe një marrëdhënie financiare dhe një marrëdhënie borxhi. Po ti shikojmë të ndërlidhur ato me njëri tjetrin, në plan të parë na shkon
ideja se kemi të bëjmë me thurë një intrige. Pra, me qenë se i kanë këto probleme, Faiku thot kështu. Dhe mandej Marieta dhe Besmiri për shkak lidhjes posaçme mbajnë një tjetër version, duke dashur që të shkarkojnë përgjegjësinë nga velat e tyre dhe t'ia vënë përgjegjësinë Gazmirit. Pra, në kuptimin e kësaj, në kuptimin shumator, duket si u ka shumë dëshmitar, ama një dëshmitar okular është një vetëm, Gazmiri, që ka dhënë dhe versionin e ngjarjes dhe veprimet konkrete. Ka lidhje që ti dëshmitar apo shpërdor makina Po, edhe makina e Faikut është përdorur që ka përdorur Besmiri, që e kishte marrë si mjet pengur, diçka për shkak shlyrjes detyrime, nuk e di një marrëdhënie që u përket atyre jam krejt i painteresuar. Ama është dëshmi se këto dëshmitar në raport me veprimet që ka Gazmiri asnjë gjë të re nuk sjellin. Domethënë, Marieta thot se Besmiri ka thënë, pra një dëshmitar indirekt, ku dëshmitari indirekt sipas rregullave të procedurës penale do duhet tregojë vetëm besueshmërinë rreth parë nga pikpamja cilësore dëshmitar, por edhe nga pikpamja sasiore që ato që a gjen mbështetje në provat e tjera materiale apo jo. Në të vërtetë nuk kanë përputhje. Sepse mungon motivi siç shpjegum kryet, mungon motivi që Gazmiri të përfshihet në vepër penale. E rrëzon Faik Stojnën duke thënë se ai e ka bërë këtë për shkak të një hakmarrjes, të prishjes së një lidhje intime që kishin pas mes tyre. Dhe rrëzojnë dhe pretendimet e Gazmirit Gotës tani. Do ta besoja nëse nuk vërtetë dëshmitari okular Gazmiri që tregonte gjithë strategjinë atë që pranoi. Pra ajo është mënu të fshehej pas asaj, duke gjetë një mundësi për ta qujtë pa besueshme deklarimin e tij. Për momentin që ka dalë Gazmiri dhe ka dhënë të detajuar gjitha veprimet, tregon më së miri se më të besueshme janë ato të Gazmirit. Shtetësja Marieta Karaj është arrestuar në muajin dhjetor 2022 nga Prokuria e Tiranës si e dyshuar për veprën penale të vrasjes, parashkuar nga neni 76, 22 dhe 25 i Kodit Penal, është caktuar masa sigurimit burg pa afat, dhe brenda 3 muajsh, Prokuria, sipas saj ka përfunduar hetimet, e ka dërguar çështjen për gjykim, dhe në seancën e parë paraprake, unë si përfaqësues ligjor i shtetases Marieta Karaj dhe Besmir Karaj, i kam kërkuar gjyqtarit seancës paraprake kthimin e akteve Prokurisë së Tiranës për plotësim hetimesh, pasi në dosje gjendeshin rreth 10 apo 15 kallëzime të ndryshme dhe deklarime pa firmën e oficerit policisë gjyqësore, diku ishin pa firmën e kallëzuesit, ishin dhe vendimet që ishin marrë për aktet e ekspertimit dhe ekspertat nuk kishin nënshkrua vendimin e marrjes dieni për të kryer një akt ekspertimi. Dhe në seancën e parë paraprake, gjyqtarit seancë i kërkova pasi të shprehet për pikën e parë, nëse vendos për kthimin e akteve apo jo, i kena kërkuar rezervimin e të drejtës për të paraqitur një kërkesë të dytë, për cilën ne do ta paraqitshim pas rimarrjes vendimit për kërkesën e parë për gjykim të shkurtuar. Gjyqtari u tërhoq dhe pa prit as pa menduar, për 7 minuta kthehet në sallë gjyqit dhe vendos kalimin e çështjes në seancë gjyqësore, themeli për veprën penale pashkuar nga neni 76 dhe 25-22 i Kodit Penal. Vendimi i seancës paraprake sipas Kodit Procedurës Penale nuk lejohet për të ankimuar gjykata apelit. Ne këtë pretendime kemi ngritur edhe në seancën kur ka filluar gjykimi i themelit, e cila shkoi një maraton e gjatë, mbi 14 muaj, me gjyqtar të gjykimit të themelit ku 2 nga ata gjyqtar u shkarkuan nga vettingu dhe shtyrja nuk ishte shumë e gjatë faktikisht, por si gjërat burokratike që ndodhin në sistemin gjyqësor, ndodhi dhe kaloi edhe afati 12 mujor për shtetasen Marieta Karaj, e cila sipas neni 263 të Kodit Procedurës Penale, nëse një çështje që dorëzohet gjykat kalon 12 muaj pa marrëdhënim në formë prerë për veprat penale që parashikojnë dënim minimumi 10 vjet deri në burgim përjetshëm, automatikisht duhet të zëvendësohet masa sigurimit. Në procedurën e sipër, pasi kishin kaluar 12 muaj, unë paraqes një kërkesë gjyqtarëve të themelit, duke kërkuar konstatimin e humbjes fuqisë juridike
të masë e sigurimit për shtetasin Marieta Karaj. Ju pranua? Ndërsa për shtetasin Besmir Karaj, që është djali i saj, gjykimi është zhvilluar në mungesë. Tërhiqet gjykata dhe pas rreth 90 sekondash kthehet në sallë dhe vendos që nuk pranohet kërkesa e konstatimit të humbjes fuqisë juridike për faktin se ka disa procesbale të pezullimit të afateve të paraburgimit. Ne s'kishim rrugë tjetër, pas vendimarrjes, shkallës parë, i drejtohemi gjykatës me një kërkesë dhe marrim të gjitha kopjet e procesbaleve të seancave gjyqësore. Dhe në mënyrë kategorike, në asnjë procesbal të seancave gjyqësore nuk rezultonte që t'jetë marrë një vendim për pezullim të afateve të paraburgimit referuar në 265 të Kodit të Procedurës Penale. Dhe pas barrës vendimin ne i drejtohemi gjykatës apelit. Dhe ajo çka është më e çuditshmja, që në vendimin e shkallës parë për masën e sigurimit, gjyqtarja kërkonte të ndërthurte afatet e kohës regjistrimit të dosjes gjykat, e kohës formimit të trupit gjykues, shkaqjet e largimit të disa anëtarëve të trupit gjykues, për cilën këto nuk duhet ndikojnë fare në vendimarrje. Dhe ne i drejtohemi gjykatës apelit. Caktohet seanca në shkallë të parë në gjykatën e apelit dhe po të njëjtat pretendime ngrem, trupi gjykues vendos lënien fuqi dhe i drejtohemi gjykatës lartë. Gjykata e lartë prish vendimin e shkallës parë dhe të apelit për konstatimin e humbjes fuqisë juridike dhe detyron gjykatën e apelit të shprehet për gjitha kërkesat e kërkueses Marieta Karaj dhe të përfaqësuesit ligjor avokat Fandashi. Me të kthyer dosja në gjykatën e apelit, caktohet seanca gjyqësore, po me të njëjtin trup gjykues, që e kishin rrëzuar një herë, dhe aty vendos pranimin e kërkesës, duke konstatuar humbjen e fuqisë juridike të masës sigurimit për Marieta Karaj, duke zëvendësuar masën nga Rrezburg arrest shtëpi. Ky përket vendimi i datës 14 korrik të vitit. Sot Marieta Karaj është e lirë? Sot Marieta Karaj është arrest shtëpi. Okay. Nëse bëni një analizë me veten, përse mund ta kenë vrarë, apo se keni sot një përgjigje, përse mund ta kenë organizuar, kryer një krim kaq monstruoz? Unë mendoj se e ka nisur si në formë kërcënimi, ai ka qenë pak i dobët fizikisht, mund ta kenë goditur, mund t'u ketë ngel në dorë, pastaj kanë dashur të humbin gjurmët dhe e kanë çuar atje ku e çuan. Ai ka rezultuar që ishte i gjallë, mendoj unë, nuk e di, mendoj unë. Edhe nuk di se ta shpjegoj, nuk di se nuk janë njerëz, nuk mund ta bëjnë njeriu këtë, kupton? Njeriu nuk mund ta bëj, por ja që paska, edhe të tillë. Çfarë ka ndodhur gjatë procesit gjyqësor? Ajo është dërguar fletëthirrje për në gjykatë si viktimë në procesin penal dhe a keni marrë pjesë ju personalisht në këtë proces gjyqësor të shkallës parë? Po, më është dërguar një ftesë nga gjykata dhe ishte shumë ftesë e bukur. I dëmtuari dhe i vdekuri ishte shënuar emri im aty, edhe për të marrë pjesë në gjyq prapë emri im. Unë isha edhe i vdekur, edhe duhet merja pjesë në gjyq. Edhe nuk vajta fare. Mja lash në dorë drejtësisë, mua bile që në polici po thoshin sa doni t'i dënojmë, sa thua ti. Unë i thosha nuk është puna ime kjo, se po ti kisha kapur unë, e dija unë se sa i dënoja. Ju i kaput, nëse keni fakte, nëse janë ata, dënojni sa meritojnë. Nëse s'meritojnë, le t'i nxjerrin, siç i nxorën. Si e shihni faktin që sot e akuzuara kryesore për organizimin e vrasjes së babait tuaj ka dalë nga burgu, është në arrest në shtëpi. Marieta Karaj, ndërkohë nga ana tjetër Besmir Karaj, djali i saj, nuk është arrestuar në asnjë moment. Unë të isha në vendin e atyre, nuk do dilja nga burgu edhe të më lironin, do rrija në burg. Ata gjithsesi nuk janë minoren, janë mazhoren, vendimet i marrin vetë, çfarë duan të bëjnë. Po pse nuk do dilni? Të isha në vendin e atyre do rrija në burg. Nëse kisha bërë një akt të tillë, unë do rrija, edhe tonin të më nxjerrin me zor, do rrija në burg, do vrisja veten. Po Marieta Karaj ka kundërshtuar në gjykat haptazi që ka dieni dhe ka dhënë urdhër apo të ketë marrë pjesë në vrasjen e babait tuaj. E ka kundërshtuar. Po. Do të thënë, nuk është ajo, sipas asaj. Ajo pretendon një dhe pala mbrojtëse e saj ka pretenduar se Faik Stojna, miku i saj i ngushtë, i ka shpikur të gjitha këto gjëra
për shkak se kishte pas një marrëdhënie me Marietën dhe që ishte dënuar dhe nga gjykata e Tiranës për përndjekje ndaj Marietës. Dhe gjitha kjo është një fantazi. Nëse nuk e ka bërë ajo, le të vend gjithë në burg nga i pari, të oficerët e krimeve të vend gjithë në burg, që më thoshin mua i kemi të kopsitur 100%, i do dënojnë me burgim përjetshëm, se i kemi të gjitha faktet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Këto fakte nga policia në prokurori kanë vajt njësoj apo u ndryshuan rrugës? Kanë vajt njësoj, po dëshminë për vrasje ka përforcuar Gazmir Ngota. Nuk e di, e njihni këtë person? Jo, nuk e njoh fare. Okej. Gazmir Ngota i ka qëndruar thuajse në të njëjtën linjë versionit të dhënë nga Faik Stojna, vetëm me diferencën që thot nuk e kam vrarë unë. Zjarrin dhe flakën ja ka vendosur Besmir Karaj, nuk ja kam vendosur unë, dhe përshkruan edhe takimin me Marieta Karajin dhe faktin që ishte thirrur nga Besmir Karaj dhe faktin që e kishin transportuar babain tuaj në Kodër Shupal. Si u duket ky fakt? Po si më duket, çfarë të them tani, absurdo, çfarë të them. Ai që ka qenë aty e pranon dhe gjykata s'ka fakte ta faktoj. As prokuroria, as policia, nuk e di punë Shqipëri. Gjithsesi dikush do vej në burg. Po fakti që po zvarritet në këtë mënyrë dhe nuk po vihet drejtësia në vend ligjërisht për babain tuaj. Si e perceptoni dhe cili është apeli juaj për gjykatat në kohën kur gjykata e apelit ka kërkuar rikthimin për rigjykim me tjetër trup gjykuese në shkallën e parë në gjykatën e Tiranës? Kam shumë respekt për profesionin edhe të gjykatësve, edhe të oficerëve të policisë, edhe të prokurorëve, profesionet të nderuara, por një këshill kisha unë. Masi ti mbarojnë të bëhen, të dalin në punë, këta duhet vend të bëjnë dhe një kurs, një vjeçar minimumi, të bëjnë dhe njerëz. Se ne lindim njerëz. Edhe duhet të vdesim njerëz. Se u bëre prokuror dhe gjykatës nuk do të thotë se të mos jesh me njeri. Këta të bëjnë dhe njerëz dhe të kenë jetën e gjatë. Gjithsesi mos të na e lënë neve në dorë. Nëse kanë fakte dhe nëse janë ata duhet vënë vetë brenda, pa i marrë këta. Po nëse si marrin këta, ka forca të tjera natyra që do e dënoj atë që e meriton. Kur jeni futur si avokat mbrojtës Gazmir Ngotës, që në momentet e para... Jo, jemi gjatë procesit në gjykimin e apelit. Çfarë, duke studiuar dosjen si avokat, çfarë pretendoni dhe çfarë kërkoni sot nga sistemi gjyqësor për klientin tuaj? Normalisht ky ka përgjegjësi penale vetëm sa i përket veprimeve që pengojnë zbulumin e së vërtetë dhe mos kallëzimin e krimit. Pra janë dy vepra penale që janë formale. Pra çka do të thotë vepra penale formale? S'ka rëndësi a vjen një pasojë e caktuar, mjafton që ti e prezanton një ngjarje, bën 2-3 veprime të caktuara, nuk e kallëzon krimin dhe konsiderohet e konsumuar me vepra penale. Është e lehtë, ajo. Janë vepra penale që kanë ato marzhe dënimi, po jo në kufit e vrasjes. Pra, kurse si Gazmiri thotë nuk e pranon, thotë se unë nuk kam pasur ndonjë arsye, cili ishte motivi që unë përfshihesha në vrasje, as për interes, as për shoqëri, as për interesa personale që mund të kishe, pra nuk është se kishte një marrëdhënie me viktimën. Kalojmë tek gjykimi i themelit. Prokuroria vjen me konkluzione për veprën penale të pashkuar nga neni 76 i Kodit Penal dhe kërkon 20 vjet burg për Besmir Karajin dhe 18 vjet burg për Marieta Karaj. Pasi paraqesim konkluzionet përfundimtare nga avokati Frandashi për shtetasin Besmir Karaj dhe Marieta Karaj, edhe kolegu im për personin tjetër të arrestuar në këtë çështje Gazmir Ngota, gjykata tërhiqet për vendim edhe kthehet pas 10 minutash dhe merr vendim duke ndryshuar akuzën nga vrasje me dashje, vrasje në kushtet e cilësisë veçantë, duke ashpërsuar masën e dënimit dhe duke ndryshuar dhe akuzën, dhe duke i dënuar Besmir Karajin me 25 vjet, ndërsa Marieta Karajin me 22 vjet, ndërsa Gazmir Ngotën, nëse nuk gaboj, me 20 vjet burg. Dhe kur u mbyll shpallja e vendimit, normalisht referuar dy vendimeve të gjykatës kushtetuese të viteve 2009 dhe 2011, në mënyrë taksative ajo bën një paralelizëm. Në qoftë se thotë gjykata kushtetuese, gjatë shqyrtimit gjyqësor dalin kushte dhe thana të reja për ndryshimin e akuzës, normalisht
gjykata duhet t'u jap mundësi palëve të mbajnë qëndrim lidhje me akuzën e re. Gjë e cila nuk ndodhi. E 2011-s thot, nëse palët kanë paraqit konkluzionet kryesore dhe gjykata është tërhequr për vendim dhe ka konstatuar se duhet ndryshuar akuza, duhet të rikthehet gjykata në sallë, duhet të riqel shqyrtimin gjyqësor, duhet të jap mundësi palëve për të njohur me akuzat e reja dhe provat e reja dhe për të na dhënë mundësi që ne të bëjmë një mbrojtje për klientët. Gjykata shpalli vendimin në mënyrë të befasishme. Nuk e dinim ne se gjykata mund të ndryshonte cilësimin juridik veprës penale. Dhe s'kishim çfarë themi. E shpalli vendimin dhe s'kishim komente tjera. Ishin komente pa vlerë. Lidhur me çregjistrimin nga gjendja civile, cilat janë peripecitë që keni kaluar ju me prokurorin në këtë rast? Kjo është më e bukur. Bëra 2 vjet për ta regjistruar, edhe pasi u verifikuar që ishte i vdekur, nuk ma regjistronin. Përse? Më thoshte njëri, sepse nuk më jepte aktin e ekspertizës prokurori. Vetë prokurori më thoshte do veshte morgu. Vetë morgu më thoshte ikse duhet ta hap prokurori. Vetë vrapte prokurori më sillni vërdall. I ka ndej, i këtë, së përfundimisht e mora me mik, si gjithë punët në Shqipëri. Si e ka emrin prokurori çështës? As nuk dua ta përmend fare, se as nuk kam në një konsiderat për të. Po juve ju ka pritur si familjar për t'ju dëgjuar të paktën në pretendimet tuaja rreth babait tuaj? Fare, kam vajt njëre, kam takuar personalisht për t'i marrë këtë aktin e ekspertizës, as më ka parë në sy, jo më të më pyesi. Edhe ky ka qenë takimi i fundit, kemi pas dhe ca kontakte me telefon prapë për këtë problem, se nuk po bëja dot regjistrimin, edhe kjo ka qenë marrëdhënia jonë. As një pyetje, as një gjë tjetër. Po pse nuk ja u jepte? Pa aftësi, neglizhencë, si e konsideron? E di ai, nuk e di unë. Nëse keni diçka tjetër të fundit për të thënë për rastin e babait tuaj? Për një diçka të fundit e kam për policinë. Këta oficerë policie, kur ndrojnë vendin e punës, nëse kanë bërë një hetim për një person, t'ia lën hetimin deri ku e kanë çuar, t'ia lë pasardhësit vet. Jo sa herë të ndrohen oficerat, na vin na marrin deklarata. Fillon hetimi nga zero. Sa herë ndrohesh oficerët, mua më merrin deklaratë nga fillimi. I thosha e keni këtu, jo s'është këtu. Po si s'është këtu, mo e keni shkruar në kompjuter këtu, filan datë, jo. Nuk e di, gjithsekush që ikte e merrte me vete, nuk e di si funksionon fare. Di që veja bëja deklarata sa herë ndrohesh oficer. Rasti babait tuaj zbuloi një skandal shumë të madh për sa i përket krahasimit të profilit gjenetik të ADN-s dhe me përgjigjet e gabuara. Çka ngre për mendimin tim një pikpyetje të madhe rreth një skandali që mund të ketë ndodhur dhe me kufoma të tjera kur është bërë krahasimi i gjurmëve biologjike. Si e konsideroni këtë fakt? Unë i them gjithësve personave që janë të dëmtuar të vendi bëj dhe njërë nga fillimi sepse mund të kenë qenë gjitha gabim. Sepse është ndruar aparatura, ka ardhe re, e vjetra ka qenë jo funksionale. Tani kalojmë aty ku e lam. Vendimin e shkallës parë, që bëri kualifikimin e veprës penale gjykata, e dërguam gjykata apelit dhe gjykata apelit edhe me pretendimet që mbrojtja kishte për pafajësinë ose në të kundërt rikthimin e çështjes për gjykim për shkaqet e mosnjoftimit të akuzës së re, kërkuam pafajësi, kërkuam si pikë të dytë rikthimin e çështjes për një proces jo të rregullt ligjor. Dhe ajo çka ne na surprizoi ishte që edhe përfaqësuesi i akuzës ra dakord për kthimin e çështjes për rigjykim dhe nuk ishte as përfaqësuesi i akuzës së apelit dakord me akuzën që kishte vënë gjykata e shkallës parë e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Pra nuk ishte përballë veprës penale në 79.1 por ishte përballë veprës penale të nenit 78.1 kodit penal. Ky ishte pretendim i prokurorisë së apelit. Gjykata u tërhoq për vendim dhe mori vendim prishjen e vendimit gjykatës shkallës parë, jurisdiksionit përgjithshëm, kthimin e çështjes për këtë gjykatë për gjykim me trup tjetër gjykues. A pritet që Marieta Karaj të marrë pjesë në procesin e ri dhe kur pritet të fillojë procesi i ri gjyqësor në shkallën e parë? Aktualisht vendimi është zbardhur, na ka ardhur njoftimi sipas rregullave
ne kemi rekursuar vendimin e prishjes. Dhe çështja, sepse kemi kërkuar pafajësi dhe kemi parashtruar të gjitha alternativat tona aty brenda rekursit. Biles, në shkallë të parë, ne nuk na dhan as mundësia të shprehemi për gjykim shkurtuar. Sepse me neni 76 ke drejt kërkosh gjykim shkurtuar. Dhe ne nuk na dha mundësia. Dhe na është mohuar drejta. Dhe për këtë fakt, ne jemi drejtuar gjykatës së lartë me një rekurs ku kërkojmë, kemi parashtruar gjitha pretendimet tona, ku kërkojmë pafajësi për Marieta Karajin dhe Besmir Karajin. Të njëjtin veprim kanë bërë dhe kolegët e tjerë për të ndalurin Gazmir Ngopa. Por, në lidhje me Marieta Karajin, ajo që ne na detyron të shprehemi proceduralisht, që e kanë çuar në dyert e gjyqësorit, është një hakmarrje primitive e fajkstojnjes për përndjekjen që i ka bën, për kazimin penal që i ka bë Marieta Karaj dhe për masën e ndeshkuar nga policia. Për t'ju hakmarr është shpifur, se ka shpif një alibi dhe ka shkuar deri aty sa të jetë një dëshmitar në thojza, sipas mediave dhe sipas fjalëve të tjerëve në lidhje me Marieta Karaj. Por duke mbyllur, mu më shqetëson fakti edhe një herë se përse prokuroria e Tiranës dhe gjykata e Tiranës nuk u investuan për ditë nëse Fajkstojna ka njoftuar shërbimin informativ kombëtar, ka ftua me emra dhe mbiemra, dhe në mënyrë kategorike nuk pranoi gjykata, dhe për t'ia referuar prokurorisë, për t'ia referuar dhe drejtorisë përgjithshme të shërbimit informativ kombëtar, që pse s'kan vepruar, se shërbimi informativ është organi më i lartë që merret me sigurinë kombëtare të vendit. Kjo ne na lën për të dëshuar. Prokuroria në vetvete ka arritur në konkluzionin që Gazmiri nuk ka qenë, pra nuk ka kryer asnjë akt, pra në vetëm këto që sa po thamë. Se ka akuzuar për vrasje. Dhe e ka akuzuar dhe i ka dhënë një dënim 12 vite, ka martuar luani akuzë 12 vite. Për shkak të ndihmesës që kishte në zbardhjen e çështjes. Këto fakte dhe prova me të cilat i ka shpjeguar Gazmiri janë fakte dhe prova të vërtetueshme tash. Ndërsa pse ndodhet ajo e jashtë, sipas procedurës, koha afati i cili ajo çështje duhet shërtohej, nuk ka shërtuar brenda afateve. Po pse ajo jashtë dhe Gazmiri? Ja ta shpjegoj. Nuk është ndjek strategjia e mbrojtjes që ka pasur para Gazmirit, nuk e kanë ndjek gjitha hallkat e ankimimit, pra edhe ndaj gjykatën e lartë. Sepse fatmirësisht sot ka disa vendimare të mira të gjykatës kushtetuese, e gjykatës së lartë, që flasin për lirinë dhe përpjekshmërinë personale. Nuk mund të vazhdojnë masat e sigurimit më pafundësisht. Kjo është koncepti i përgjithshëm për të jetë i kuptueshëm edhe për njerëzit. Nuk mund të vazhdojë arresti në burg pafundësisht. Po ka afate që janë të mirë përcaktuara në kod. Në këtë rast nuk e ka ankimuar në gjykatën e lartë. Ka pas një pretendim në gjykatën e shkallës së parë dhe gjykatën e apelit për shkak të mbarimit të afatit para burgimit, por mbrojtja e Gazmirit ka vendosur, ka vlerësuar që mos ta çështën në gjykatën e lartë. Ndërsa dy bashkëpanderët e tjerë e kanë rekursuar vendimin, është kthyer për rigjykim dhe i ka përfunduar afatet e paraburgimit. Vetëm ky është motivi, nuk ka ndonjë motiv tjetër që lidhet veçanërisht me cilësinë e tij si pjesëmarrës në të veprave penale. Jo, është thjesht çështje procedurale që pra sipas tyre ai duhet të akuzohet për vrasje, por sipas mendimit po për moskallëzim krimi dhe veprime që pungojnë zbulumin e vërtetës. Si shpjegoni faktin për sistemin që një ngjarje e tillë në 2017 laboratorët tonë nuk arrin dot të bëjnë krahasimin gabuar të ADN-s. Pra, materiali i ndorë del këtu, ku djali në Ndukur Dedës, që më para ka thënë që unë dyshoj që është papain. Krahasimet këtu kanë sjellë një provë të rreshme. E kanë bërë familjen besoj që në Ndukur Deda është gjallë, ku në të vërtetë ishte vdekur dhe mund të zbardhej ngjarjet. Sipas jush, e ka synuar procesin ky? Institucioni më i rrezikshëm, më kriminal që është sot, është i MTA. Përse? Sepse ata, jo vetëm që falsifikojnë, ata i ndrojnë të gjitha aktet sipas dëshirës vete. Nuk ka një institucion që e kontrollon. S'ka sot? Nuk ka. Të vetmit ishim ne që i quajmë për një penale, për një rast në Saran që zhduken veshkat e gjitha organet e trupit të një vajzë 16 vjeçare, i qumë deri në gjykatar dhe i mbrojtën gjithë në radhë. Pse i mbrojtën? Sepse këta janë persona
që ndryshojnë pra aktet e ekspertimit sipas dëshirës së prokurorit, sipas dëshirës politikarit, sipas dëshirës së korrupsionit. Dhe ai institucioni që nëse nuk vehet dorë mbi ta, ne do jemi gjithmonë të rrezikuar nga ata. Po për ju? Jo, Jo, ka shumë në këtë bashkë një mendim, sepse thjesht janë thjesht kapacitetet. Domethënë ne reklamojmë ngjyra të bukura, ma thelbi ngelet i vakat. Ne nuk kemi një institucion mirëfill që të jenë gjitha këto përmbledhur në një, le të themi, grup institucionesh, pa siç mund të jetë FBI-a që me shpresën që do të krijohet ky lloj institucione këtu që të kishte gjitha llojet e ekzaminimeve, dhe ekzaminime biologjike, dhe daktiloscopike, dhe të armëve të zjarrit, pa gjitha llojet të ishin të përmbledhura në një institucion vetë të ndarë në deg ndryshme. Dhe mendoj që investimet në kapacitetet teknologjike nuk kanë nivelin e duhur të prodhojnë pikërisht këto rezultate. Domethënë edhe te policia shkencore dihet përbotshëm që këtu krahasimi i rasteve të falsifikimit të dokumenteve përdoren teknologji e vitit 2005, 2010. Ndërkohë që ka avancuar. Ka një lloj farë përmirësimi për identifikimin e gjurmëve daktiloscopike, por këtu ka problemet e veta. Kemi jo pak raste edhe të njohura publikisht ku gjurmët e gishtit janë marrë nga një ngjarje dhe janë vendosur një ngjarje tjetër. Po. Rasti i Cukalit, që u morë gjurma në një vend tjetër, vendos një shishe e gjetur aty dhe mandej gjykata konstatoi të fakt me drejt që e kundërshton mënyrën se si ishte formsuar prova. Edhe pretendime të tjera që edhe në gjykatën e posaçme. U kriju një database në Shqipëri që u regjistruan shende gishta të gjithë pathuese, një pjesë të mirë qytetarëve shqiptarë që ishin pathuese të skeduar për krime. Dhe erdhi dhe pajisja. Në momentin që ndodhte një krim, pra nuk kisha nevojë unë as hetuesi, as prokurori, as kërkush për ta verifikuar nëse personi që ka bërë krimin është njëri apo tjetri. Menjëherë shende gishtave korrespondonin me personin direkt dhe identifikoi personin menjëherë brenda 30 sekondash. Dhe kjo u pengu nga shteti shqiptar, u pengu, nuk është në zhvillim sot. Dhe këta që kishin pra mundësinë e këtyre dolën, pothuajse janë privat sot, që mundet, që për ta 1200-2000 sa kriminal që ka Shqipëria, pra mund të konsiderohen që hetimi shpejt, hetimi menjëherë. Në momentin që shkove të vendi ngjarjes, kape shenjat e gishtave të 2, 3, 4, 5, dalin automatikisht në sistem ku ata merren dhe mund vehen direkt në mjekët e tyre organet e policisë. Kjo u pengu me dëshirë, pra me qëllim të caktuar. Nëse SPAK-u ose BPH-ja donë që ta japin dhe mendoj që do t'jemi drejt asaj rruge, mendoj që është gjëja më mirë që ekziston sot për sot. Deri në rikthimin në shkallën e parë për gjykim, pretendoni që të lirohet Gazmir Ngota apo do të vazhdojë? Jo, natyrisht edhe pak kohë ka që i skadon afatet e tërësore para burkimit edhe. Mund të jetë një opsion, ama Lirimi nuk do thotë që je liru dhe ti nuk do dënohesh. Po ti nuk mund të mahesh ma në burg, por do të shkosh arresti ose e një dytërim paraqitje. Nëse gjykata do vendos për fajsin, ti do kthehesh përsëri, s'ke ka shkak. Pra nuk ka se personi që se ka dalë në arrestie, mund të jeti pa fajin. Nuk ka si lidhje. Kjo është thjesht procedurë në mënyrë që ti nuk më gjykove me një afat të caktuar që thotë ligji, mos më mua, më lën të lirë, pastaj vazhdo. Se këtu fitoi vetëm një njeri në Shqipëri që fitoi për 2 vjet ishte kryetari i Partisë Demokratike Basha. Që për si rezultat, pra vjedhja u kuptu, u sakthu, gjitha, por ai fitoi për procedurë. Dhe ata lek prap nuk arriti askush me marrë bash, as një tjetër, dhe jemi përsëri në këtë pikë. Pra, fitimi i kësaj është thjesht i marrëdhënia vetëm procedurë, po jo se nuk do dënohet.